a ndryshojnë parimet nga leku, se për shembull kur ngela pa punë, edhe po i thoja gruas duhet shesin foto këmbësh, të mia të tuat nuk ka asnjë rëndësie. Edhe isha shumë i gatshëm ta bëja. Sa e kapa ai çik veten tani jam, po shefi burrë dua të punosh. Ti mendon që mund të ndryshoj diçka me ty kur të fillosh të bësh një çik? Po s'besoj se do bëj një lek. Po ja për shembull, mirë shiko. Do bëhesh kryetar bashkie. Po. Do kem rrollë. A do ndryshojnë parimet e tua kur të fillojnë për shembull këto modelet që të vinë duan të luajnë me atë shiritin, kolegët të ftojnë kështu në festa ala kuriq. Po nuk parash. I di këto festa ala kuriq që bëjnë njerëzit? Jo, s'kam qenë ndonjëherë. Edhe në përgjithësi kur më ftojnë për ceremonira kështu nuk shkoj, janë komplet mërzitshme. Ftoj për shembull për vjetori këtij shteti aty. Ato lakuriq janë aq të mërzitshme Arlin. Po nuk kam shkuar ndonjëherë dhe nuk kam ndërmend të shkoj. E po kur të bëhesh pra që nëse ti e ke ende ambicien për të bërë kryetar bashkie apo? Unë kam ambicien për të transformuar Tiranën dhe për të transformuar Tiranën duhet marr kusurin që të jem kandidat për kryetar bashkie. Do të kandidoj në 2024. Do kandidosh edhe këtë herë. Si kandidat i Lëvizjes Bashkë për Bashkinë e Tiranës, edhe uroj që të bindim shumicën e qytetarëve të Tiranës. Dhe sigurisht që nëse do bëjmë kryetar bashkie nuk do bëj festa të asnjë lloj natyre, lere me lakuriq. Se ke votën time. Nuk e ke votën atë. Politik zot kërkosh çdo vot. Tani me gjishim çfarë do bësh si kryetar bashkie. Edhe ti shpesh flet për autobusat edhe transport. Para se nuk e di, a është e vërtetë se unë udhtoj gjithkohon me atë unazën e s'kam parë asnjëherë. Nuk besoj se u thon me unazën, po të u me unazën, unë e marr unazën. Unazën se kam shpinë atë marr edhe. Unë e marr 2-3 herë në ditë unazën, kështu që. Do të jemi me sy poshtë. Do ishim parë. Varet çfarë ore merr. Në mëngjes. Okej, unë e marr zakonisht. Në 10. Në atë orë. Ose edhe i shmangemi biletës do. Edhe shmangemi edhe shikimet. Nga që janë këta që i bjen me dorë në autobus pra. Nëse bësh kryetar bashkie si do t'i shmangësh ta tipat? Si do më ndalosh? Unë kam një jetë që hyp në autobus dhe nuk kam parë skena të tilla, kështu që është problem. A si ke parë ato që jetën nëpër këto faqet? Problem. Mirë, është kombinatja në fakt. Pasi kanë pasione të tjera në atë zonë, nuk e di. E po shko, ti kur ti kryetar do ish i tërë dhe i kombinatit i Kino Studio si Tiranës të re, jo vetëm i Unazës. Nuk ka asnjëherë kryetar që është i tërë, ka gjithmonë të tërë minus disa. E ata minus disa janë zakonisht oligarkët edhe mund të fosim edhe këta që i ka qef, i ka shumë qef atë fjalë. Oligarkët, e ke shumë qef atë. Sa i që të shikoj kur e thua atë e kënaqem. Po nuk thash arbishte popull, pas thjesht oligark. Jo më jo. Po domethënë nuk mund të bëjmë asgjë për ata. Ata le të vazhdojnë të shlirohen për autobusa. Nuk ka si plan, e shkon që të ka pa përgatitur. Ç'është kjo platformë? Ti mund të pyesë për seksin e ëngjëve, por nuk kam përgjigje për të. Po ëngjët ekzistojnë, nuk sa mbullon ata. Të pyes me një gjë që ekzistojnë dhe në e shikon ëngjëj. Kanabisi. Ha. Çfarë do ta legalizosh barin nëse bësh kryetar bashkie? Nuk është kompetencë e bashkisë, bari. Po mirë, do të përpiqesh. Nuk është kompetencë e bashkisë, domethënë edhe me vërtetë. Sigurisht ka nevojë për një diskutim të gjerë mbi drograt e lehta që po bëhet edhe në Evropë. Unë vetë jam i më dyshur sepse më thuaj pak për këtë. Sigurisht ka ide që legalizimi do të paktën do të kufizonte impaktin e krimit të organizuar, edhe do të pamundësonte mbi fjala kriminalizimin e një pjesë të rinjve që janë konsumatorë. Por nga ana tjetër është argumenti që tek drograt e rënda kalohet fillim nga drograt e lehta. Kështu që unë vetë nuk e kam një qendrim përfundimtar për këtë gjë. Edhe as programi i Lëvizjes Bashkë nuk është se kemi të parashikuar diçka të tillë. Nuk jeni fare duke menduar. Unë nuk mund të jap tani një përgjigje se çfarë duhet ndodhë. E di që ka vende që kanë ose diskutohet legalizimi i drograve të lehta, por mendimin tim është një diskutim edhe i parakohshëm në Shqipëri. E kuptoj. Kemi shumë probleme. Para se pihet keq gjithë pinë. Marrësh dru tani për momentin. Ti je tifoz i Partizanit Arlin. Po. Që s'është as pak çudi. E ndjek shpesh, ndjesh pjesë e vllazërisë të tifozëve të Partizanit? Shiko, futbolli shqiptar ka rënë shumë, domethënë. Unë shkojmë tepër për nostalgji, sepse niveli i lojës është vërtet për të ardhur keq. Ju duke shar Partizanin? Janë duke kritikuar nivelin e futbollit në kampionatin shqiptar. Nëse kemë Olsi Ramën. Është në përgjithësi shumë i ulët. Ky është problemi i madh që edhe ata që kanë pushtetin politik duhet mendonin. Ore ti je vëllai, e kupton ti je tifozëri me Olsi Ramën, mo je vëlla me vëllain e armikut. Un jam tifoz me Partizani që nga viti ndoshta 1986-87 kur qenë Kalama. Kështu që para se ta dija kush ishte Edi Rama, Olsi Rama, Dreqi me Dirë. Po si ndeshën herë për qytet me këta? Un kur shkoj në stadium shkoj tek ultrasit, nuk shkoj tek VIP-at, kështu që s'kam asnjë kontakti me ata që rrinë në tribunë. Jo, nëse humb zgjedhjet e ardhshme, në të njëjtën ditë që humb dhe Partizani, kush do të dhembim shumë? Kja intervistë. Ka dhe më keq. E ka qenë TV Apollonia, e tha. Sigurisht që rezultati i zgjedhjeve në Tiranë është
shumë i rëndësishëm. Jo thjesht për mua, për shumë i rëndësishëm për qytetin e Tiranës. Nëse ne si lëvizje dështojmë, mua do më ndodhi një gjë shumë e tmerrshme, Tonjza. Që edhe kështu. Do vazhdoj të bëj punën më të bukur në botë, që është Profesor. pedagogu. Unë aktivizmin do vazhdoj gjithmonë pa diskutim, sido që të jetë rezultati politik i këtyre zgjedhjeve apo zgjedhjeve të ardhshme. Është çështje pasioni, është çështje vetë realizimi, kuptimin e plot fjalës. Politika është instrumenti i realizimit idealeve, të paktën për mua. E kuptoj. Me që ishim te aktivizmi. Jo, po sigurisht. Arlin, mezi po flasim për seksin, po jam pyetjet më vonë. Me braçe nuk naqem, mo. Gjeteve këtë flas, Por do ishte politik or zotri. A di sa seks bën deputetët e këta njerëzit e politikës. Nuk jo si deputet. Përveç Redi Buçi që kanë shok lëvizjes bashkë si deputet. Ai është juaj. Po çfarë ai ka filluar në për këto festat? Nuk besoj. Ore, po se mendoni që po të shkoj Redi do të thotë ty. I thua ti shpejt anë, mirë më mirë asgjë, aman mbledhe si gjithmonë, po Redi ndërkohë. Edhe Redi ka pasion librat, ka pasion dhe alpinizmi. Po tani po lexon Kama Sutrën. Vrimë lexo Redi. Tani, shpyetje gjë e pak të marrë sa eksituese është i pyetjem. Nuk mundem. Mendon që disa aktivistë janë thjesht e eksituar nga validimi moral? Nuk po them për ty. Që kanë këtë, duan një konfirmim social që zgjedhjet e tyre dhe bindjet e tyre janë të drejta. Arsyet pse dikush bëhet aktivist mund të jetë shumëta, por unë mendoj që arsye kryesore është se kur ti je një pjesë e një grupi që ka një ideal të përbashkët, ti ndihesh më i fuqishëm shpirtërisht. Ndihesh se ajo çfarë ka qenë e pamundur deri dje bëhet e mundur dhe ke këtë ndjenjë të shëndetshme të përkatësisë. Pasion. Është dhe pasion, është përmbushje e jetës. Po të citoj Aristotelin, të thuash ti, nga ana çovet Aristoteli. Jo, unë i kam qef, ata janë pedofilët e mi të preferuar. Aristoteli Bashkë me Platonin. filozof në tepër. Po, edhe harrova çka qenë filozof. Ka që mbajmë që ishte edhe rast për disa çuna të njohur. Por tjetër koha, jo. Aristoteli thoshi ne jemi kafsh politike, në kuptimin që jemi ndryshe nga kafshët e tjera, ne përmbushemi dhe gjejmë lumturinë e vërtet bashkë me të tjerët. Dhe një prirje ideologjike sunduese sotme është që njerëzit janë individualizuar në skaj, duke u ndier gjithnjë më të vetmuar, gjithnjë më të pafuqishëm. Po, s'ka era njëri për njëri. Pastaj dhe po kjo është shenjë e një lloj smundje sociale. Edhe un kam kur jam qenë adoleshent, për shembull, kisha shumë qejf të rria në dhomë vetëm. Po dalloj të ndeturit në dhomë vetëm nga të ndeturit vetëm në shtëpi. Domethënë, edhe kur ti rrin në dhomë vetëm ke nevojë për një kontekst social. Pra ke nevojë që kur i do njerëzit të afërt të shkosh në kuzhinë dhe të rish me ta. Pra kjo e dallon këtë individualitetin krijues nga vetmia e mirëfillt. Nëse ke goxha pasion Arlind, a është xheloze gruaja jote pasi përveç sa ti i martuar me këtë kauzën dhe ideologjinë tënde? Ndihet ndonjëherë si e lën pas dore? Jo, më shtyn përpara nganjëherë më shumë se shtyn veten. Nuk më qorton asnjëherë pse po bëj diçka politikisht, po pse nuk po bëj më shumë, Kam një fat që me ti me shoqe jam njohur dhe jam lidhur që u kemi qenë student, kështu një farë kuptimi jemi rritur bashkë me njëri tjetrin. Po atëherë në këto takimet romantike bëj edhe atëherë kështu që transporti publik. E mërzisja ajo thoshte po më flasim në gjë tjetër tani Arlind. Jo, kemi pasur për letërsinë. Flet për politikën në shtëpi. Apo ka vendosur gruaja kështu nga këto rregullat e bllokimit që pas orës 9 të dëgjova të nxiva o i zi. Tani kur unë jam në shtëpi mundohem që të shoh një ndeshje futbolli ose një film me fëmijët, meqense fëmijët sidomos i mbir ka të njëjtin pasion. Çfarë moshe janë fëmijët? Janë binjaka dhe po bën 11 vjeç për. Binjaka? Janë binjak, po. Ti kesh me jetër. Ta lezeshëm. Është kur ke binjak është si të kesh më shumë se 2 fëmijë. E shikoni lëvizje ka Arlindi. Është rastësore. Janë kështu Nuk është shenjë. Po ti përdore më dik thua, a doni binjak o popull. Thuaj Redi ta përdori. Që mundohet të shohë ndeshje futbolli edhe të flasim për sportin. 12? 11, bëj 11 për vitin tjetër fillojnë këto bisedat që babi çfarë seksi këto gjërat. Po akoma s'kemi filluar. Po duhet i bësh, se ne na lanë ignoranti, mësuam nga pornot. Marrësh dhe akoma. Ne mësuam nga shoqëria, unë kisha i shoh nga 2-3 vjet më të madh. Ore nuk di, janë shqiptarët janë kështu. A di që s'din të bëjnë? Po. Unë nuk e di, po brezin ton fëmijët merrin vesh shumë shpejt. Ndoshta se flisin me njëri tjetrin, me një shok më të madh edhe dikush i tregonte të gjitha ato, po thë fjalë, procese. Po të binte nofulla një herë. Gjithë binte me pallto. Sigurisht jo me provë, tregonte kuptimin me. Shpresoj. Arlind, cila është gjëja më majtiste që bën në shtëpi? Për shembull, jeni duke ngrënë, janë patatet e gruas edhe ti ja merr një, me që koncepti i pronës së përbashkët ty të pëlqen goxha. Gjëja më majtiste që unë bëj prej sa i bie, gati 15-16 vjetë që jam martuar është që përpiqen të bëj gjysmën e punëve të shtëpisë. Gjysmën e punëve të shtëpisë. I bën? Përpiqen të bëj. Çfarë bën?
Cilët punë në shtëpi më shumë? I ndajmë punët, po Inspektimin. Larjen e enëve për shembull. Edhe unë në shtëpinë time unë e bëj. Ndarjen e. Po ti do të jeton vetë, po. Jo, jetoj me Marion. Okej. Po nuk lan asgjë, Ti no. bën punën shtëpiare. Ai e sape to. Në çfarë date është krijuar ajo lëvizja bashkë? Në dhjetor të vitit 2022, tani datën 17 apo 21, më duket 21 dhjetor, tani nuk e mbaj mend. Me ditën e Stalinit. O 17 21, nuk e mbaj mend. Ka qenë ditë diel rasti. 21 dhjetorit e ditë është ditën e Stalinit. Ndoshta nuk jam i sigurt. E di që është një lagje këtu. Sikur ti ke pak zëri, Arlin. Ka qenë e mbaj mend që e themelon lëvizjen bashkë në fund të vitit, edhe ishte Arlini në datën 18 ishte pas 3 ditë. Ishte diela e vetme që një zyrë aty te Pallati i Kongresit, një sallë te Pallati i Kongresit ishte e lirë, kështu që ishte më e lira dhe e lirë ajo sallë, kështu që vajtëm në atë ditë bënim kongresin themelues. Salla Lenin, nuk e di më këtë. Ua kanë hequr, dhe qofse kanë hequr. Njeriu e ka përdorur trupin si një vegël për të punuar dhe përparuar, si një armë për t'i marrë jetën një njeriu tjetër, por më e rëndësishmja, e ka përdorur trupin për të kërcyer. Kërcimet variojnë nga vallja magjike e Osmantakës deri te kërcimi në tub. Gjeni që kam zgjedhur të mësojnë sot. Hi! Hello! Mirë se erdhe! Apo do të bëjmë kështu si janë këto përshëndetjet? Po, bëjmë çik, se jemi goca. Jemi zgoca. Jemi me zgotash të gjitha. A zhvishemi fare lakurisht të gjitha si që... Pasi ky propozim i pafajshëm u refuzua, filluam nxemjen. Ule dorën e majt, E vlerësoj shumë. shtyje këmbën e djathtë. Këmbët gjër. Hajde. Vandam jam unë. Poshtë dy duart. Vërtet kam bërë seks me Bleonë, po. Nuk diti me gjitha që kam bërë vandam. Bravo! Frymarrje, frymëzierje. Hajde, bravo, pa! Bravo, po ju s'keni koqe. Unë kam, dhe shumë kejt. Hajde, lart. Jemi prap. Fillova t'ja marr dorën Hopa. dhe shalën. Po më dikin shalës. Nesër po për zotin. Nga nesër do filloj të bëj seks. E kam me gruan. Respekti për striptiste të shktu tani. Jo se s'kam patur. Jo se s'kam patur. Po sigurisht kam patur. Këmbë majt. Të vendim i preferuar gjithmonë pas 5 Po, gota. di që ti merr me muhabet që mos ta bësh pozën, po. Respekti për veten ka humbur disa pikë. Jam i pa pudrosur për momentin. Më fal. Nuk kisha nevojë për kaq shumë informacione. A përdorni pudër? A përdorni pudër? Edhe një herë, jo. Aha. Goxha pikë. Wow! Di që kam thënë këtyre, do vi Denisi, do vi këtë poza, do i turproj. Tu që kush është Denisi. Se më na vlet për këtë. Bravo! Pra, të lutem. Larë dora tjetër. Dhe tentojmë të hidhemi sa më sipër. Po. Pipi trupi, shikon brapa. Ngrije pak as më lart trupin. Gati për çdo gjë që jeta hedh drejt meje. Të lutem, a? E kuptoni sa i mirë jam në seks. Qëndro. Jo, jo sot, jo në dorën time. Jo. po vdes. Në jetë duhet të mësojmë nga njëri tjetri. A di si bëhet masazhi Këmba. prostatës? Jo. Me vërtet? Jo. Futen dy gishta në bys. Vjen shumë keq që pyeta dhe nuk. Okej. Iu. Është të meshme? 1, 2, 3, mbrapsh. Bravo, kjo ishte. O zy është ta morin kthesë. Pas kësaj performance, isha gati për nivelin tjetër. Si mbjeton ti tani, ke bërë shumë koncerte? Si këta se janë disa që kanë plot obesa nga e mërkura deri të dielën. Po. Nuk pushojnë. Po ti, Jo, nuk kam. apo të mban koçua. Vërë diamanten ato? Po. I ka përmbrapsht.
Sa kushton ajo? Po tani Po mirë, më vjen Një një koncert. që busi, që nuk bëri kështu që jo, unë ç'ne e pasur. A di sa që pako makarona? tani i pasur, shiko, pasuria është relative. Është Tani i shpirtërore. pasur, jo, i pasur në raport me çfarë? Me mua. Se në raport me ty mundet, Po. ndoshta. Si po të duket tregu i muzikës shqiptare për momentin, me që ishim te këto klube, tregu, paraja. Ka vend për një këngëtare si ty për momentin? Me këtë zë briljant, por me sa këtë jemi lloj zhanri, balad, pak Për më t'jetuar vetëm me shtruar. muzikën? Yes. Jo. Mendoj se është një treg disi kaotik, Shumë. jo në standard industrial, për në kuptimin nuk është një industri në vetvete. Kështu ka qenë gjithmonë apo? Kështu ka qenë sepse jemi vend i vogël. Kemi shifrat nuk i kemi, madje shifrat i kemi të larta në raport me çfarë vendi Mo, të jemi. vërteta i kanë apo? Nuk e di, realisht sepse shumë herë them drejtën këtë e shikojmë dhe ne kur bëjmë publikime, dhe që nuk janë shifrat, sigurisht kjo s'do thotë automatikisht sepse dikush ndoshta ka një audiencë që është më e gjerë ose Po ka po një nga 2 audiencë që është milion më brenda ditës tani, ne aq Por që njerëzimi. gjithsesi disi duket mendoj se të gjithë nga që duan të bëjnë më të mirën, duan të arrijnë sa më shumë suksese dhe më thënë fake it until you make it, si thuash dhe në një farë mënyrë e shtyn njëri tjetrin. Po. Edhe kjo E bëhet po ndërtojnë një gjë të vogël kështu disa një, po më shumë me këto koncertet e klubeve, po janë më shumë ky hip-hopi edhe këto. Nuk kemi më goca që këndojnë si ty apo koleget e tua dikur. Dalin rrajnë kështu gjëra i bien. Po sepse janë ndoshta pak më komerciale dhe ndoshta është kjo gjuha është amplifikuar në përgjithësi. Po të shikosh dhe të rinia në përgjithësi është më pak Pak më agresive, më është eksplicite. pak më agresive, është pak më e kërkon suksesin në mënyrë pak më agresive. Është më pak e ndrojtur. Edhe unë prandaj shaj. Ne jemi brez, po themi që jemi rritur me një frym të jesh pak më i ndrojtur, pak më fisnik, pak më humble, pak më tani nuk po e them këtë gjë me konotacionin që ne jemi më të mirë, se them as pak. Them që thjesht dhe vetëm faktualisht ka ndryshuar. Ora shaj, po do të shash nga këta të rinj, shaj. Jo. Po them që ka ndryshuar tregu, në kuptimin ka ndryshuar modelet e përfaqësisë sepse ka ndryshuar breza. Ka ndonjë nga këta të rinj që të pëlqen? Nga të rinjt që më pëlqen? Zero. Tani më fal, vetëm sa të rinj duhet jenë? Në Nuk e 12. di mo. Për portat e kishës po flasim akoma. Nëse. Më pëlqen tajna, për shembull. Pse kisha një parandin që do ma thoje, të gjithë gratë janë shmëndur pas tajnës. Ka që ka këtë energjinë që është grua shumë e fortë. Mua më pëlqen dhe sepse është edhe e fortë, por ka edhe thelb. Ashtu? Po, nuk është, më thënë... I ka këngët me thelb tajna se kam dëgjuar. Po. Si kam mjëra që thellë. Besnik e keni analizuar zonjën tajna, zonjën Doruntina? Unë vetëm atë di marijuana. A është këngë e Ashtë parë. e parë o burë dhe ti. Po që e thel bjati. Ka patur nga dy këngë të mira, në fakt me vërtet. Po a ka Mua këngëtare? edhe Dafina më pëlqen. Zeqiri. Po, E mirë ka qenë. shumë e mirë. Lindja, jo? Po. Me jetë. Je shumë i poshtër. Po jo më nuk thash gjë. Do është i batut misogjeniste. Pse? Duhet ta presësh. Pse që thash lindi? Duhet thoj lindi i shoqi. Jo, sepse tha, e mirë ka qënë. Dhe pastaj lindi. Automatikisht kjo bën jo, një nuk e di lidhje tha dhe natë. Jo, sa ndërlidhje. Jo, thellë tash e mirë, shkove. tash e mirë ka qenë në muzikë, se tani kam kohë që nuk më... Se tani që lindi. Dikur e kisha qef. Mbijeton njëri këtu me muzikë, më Elvana më duket mua sikur. Po patjetër, mendoj se po Elvana Albani ka plot emra që Paguën fort ata, artistët që përmendëm, ka shumë artistë Sa e ka mirë që Elvana, di që ma thuaj vetëm mua. Po Denis tani të lutem. A ke mua bet më? Se unë Po, nuk di, se sigurisht. mund të jesh zënë me ato. Jo, nuk zihem me njerëzit Denis. E mirë, në fakt, për Përgjithsisht, paktën. Jo për zgjedhjen time. Nuk jam njëri confrontational. Do me thënë me gjitha këto të brezit tënd je mirë me këto. Jo nidën, këto gocat. Po. Po dhe ato çketa po mundohen mbijetojnë besoj punëra të tjera bëjnë apo jo? Të koncertet Po janë thash, gjitha. përgjithsisht, Me muzikë s'po bëjnë që po futen në këto reality show-t. përgjithsisht është një profesion që në tregun e vogël shqiptar mendoj se pak mund të arrin që të mbijetojnë vetëm atë gjë, përndryshe secili nga ne bën punë ka angazhime të tjera, qoftë në Edhe të mëshme, është që e shikon atë këngëtarin atje, pastaj ku di unë, shkon te noteri, është notera. Është Ylli Limani është noter për shembull. Edhe ti noter gjithë si. Pa ku do topograf. gjyna Është noter. Nida është inxhiniere për shembull, jashtë. Masin rrugët të bëjnë. Por besa ti ke menduar të shkoj nga këto reality show? Bigu, Ferma. E di, të kanë thënë më? besoj se e kanë shumë të qartë që unë nuk do ta bëja. Nga që e pas. Jo, nga që jam
E Jam martuar. natyra, jam pak natyrë Ka që është akoma e suksesshme. më e tërhequr. A nuk do jam bëje nga ato natyrë, konfliktet atje. Po shiko, nuk është vetëm kjo arsye që nuk të kanë marrë, se edhe duhet zihesh atje dhe e kanë ditur që i pe atë çfarë bëhet, kush u Jonida me Sonin aku të merrin madhër. Ai ke parë? Je zëndi në një kolege mo dikur, ai famshme. Ja. Asnjëherë? Ja. Ore mace janë aty çfarë bëhet? Po vjen macet me që folje për tu. E unë shqetësohem këto raste, se unë dalë dhe i përtas që të ndahen, se kam frikë të mos dëmtojnë njëra tjetrën. Pa e di që macet nuk e kuptojnë gjuhën tonë? E po tani si flas unë e kuptojnë. Teres. Kuptojnë tonin e... Po, kupton ti tonin çfarë? acaruar. Ore, ja u thot me këngë. Si do ta përzije një mace? Jo. Ka një rast që i bërtas, është macja e vogël që i hypën përsipër dhe ti shkuli flokët macës madhe. Tani po flet me metaforë apo ka akoma? Jo, kam 3 mace në shtëpi. 3 mace mo? Po. Po bëhen ai fëmijë. Ke kënd tan bësh ai fëmijë apo vetëm mace? Po, kemi. Së shpejti. Sa së shpejti? Sa... Po ti Me muaj? Me muaj apo o plak e kam fjalën je shtatzan, po ma thua këtu Jo, je shtatzan. s'jam, nuk jam. Okej. Besa ko dhima shtatzan. Do bashkë më çoni një video. A mund ta ndi? Ta ve kokët e barku? Jo. Okej. Çfarë gjë nuk do bëje kurrë për sukses? Të cënoja marrëdhënien time me bashkëshortin tim. Marrëdhënien time me familjen time apo me njerëzit që i dua. Më pëlqeu. Po ku humbet era ideal shikoj si është. Ha? I mirë. Nuk e gjuajtur. A do të gjuaj këtu për datë andale të merrem map. Mbi 80 kërkesa për terapi hormonale në një muaj. Mjekët ngrenë shqetësimin. Pse janë të shqetësuar mjekët për... Po vetëm 80, duhet të kishte më shumë. Ore, ma më qeshe shumë me këta që dalin që bën dhe protestën. Ty që ishe se drur bar njëre para. Në bar... Në bar dhe në pjërë. A thoj të kundër të ne. Më mjafti. Daj, po ndihet të si. Me këta që ankohen, që po na i kthejnë fëmijët në gra, po dalo, duhet ta çoj ka që sikur do t'i kapin rrugës fëmijët dhe do t'i fusin shiringa. Bëu grua tash. Edhe fustanin, shiring dhe fustan. Po tani Mirë kanë, po na i bëjnë gra. Po dalo. kush mendon që ngjalin më të lezetshëm? Burra që bëhen gra apo gra që bëhen burra? Burra që bëhen Që gra. duken më seksi. Po, shiko, gruaja është figurë më e bukur estetikisht. Domethënë burrat që bëhen gra janë më të lezetshëm. Po. Patjetër. Ishte një çik me gjysmë, po. Do bëj seks me dikë që Me një dikë që burrë është burrë tani është bërë grua. Nuk e di, a e presin si funksionon? Ka vështirë që po. Nuk dim ç'të presim. Po, varet se po sta tha për shembull deri në seks oral dhe mund të shkosh. domethënë ti gjithën e ke te besa. Po ta dha besë që vlla, un kam që burr. Po, betoj që je grua. Po të preu në besë, nuk e, ta dy ke që burr. Për kokën tënde ajo. Nëse ta thot para, po thua jeni duke pirë birë te ai Shiko, lokali. problemi është këtu që ka qenë burrë edhe është bërë grua, domethënë në muhabet është shumë mirë. Edhe në ka Po, në humor, logjik, mund të logjikosh. ka logjik edhe E kupton. është goxha të rreqtë. Po. Pastaj te seksi s'di, se burra s'din me seks. Edhe po mos e ketë prerë, thua, hajde më. Po. Ai që në botronin bashkë. Shumë mirë, ju çuna se marrën e di që se ka probleme po të jenë burra, po. Edhe po mos jeni në terapi hormonale. U Le. vetëm hipokrizinë ka moment. Ajo është jam e keqe. Është jam e keqe. E papritur. Ne bëjmë seks me ty. Imagjino. Çka ka? Mbyllje e parakoshme e sezonit të tretë të Ferma VIP. Jo. Vetëm këtë mos ma thuaj. Si është mbyllur pra këtë? Zbulohet arsyeja. Se. Stima. Zbulohet arsyeja, ma kanë prap ambiguous. Ka rënë sëmundje brenda, është bërë ferma grip. Është ajo e pulave. Është mbyllet nga botrori, nga protesta, nga çfarë? Nga çdo gjë e mundshme. Ah, Mendoj nga se pati botrori. hype në fillim e tani sikur s'po i ruaj Shpari njeriu, bie. po. Shpërthejnë banesa e 54 vjeçarit pasi tenton të vrasë një buburec. Me dinamit ka dashur ta vrasë. Kjo s'është nga bota, kjo nga 5 majit, nga Mario. Është figurative, i shpërthejmë bota apo i shpërthejmë me vërteti? Po, ishte, nuk e di, a është bubureci figurativ? Tenton të vrasë buburec, ndoshta ishte të kaluarën e tij, ndoshta shumë bubureci është. Ai me çifte i ka. Jo, unë dua të di kush e ka vënë emrin buburecit, e tha. Se shumë buburec. Bu. Porec.
Bubu eci. Po ata që ka vënë emrat kandrave, ti e kështu, ti ashtu, ti e karkales, ti e milingone. Po dhe karkaleci keq do ta ketë patur. Po. Mua po pse mua karkaleci? Po, bajti, po pse mua shumë këmbësh. I vetë gjithë. 42. Po, i ke parasysh ta për vit të ri që duhet të vijë dikush të bëj këmbë. Këmbë. Një Miza, po këmbë. ma pse mizë. Ky lajm është për mua. Sa tha Nuse lale. Po në lale pastaj që është. Edhe i dhe çikzoj se Me kam keqe. larg. Po unë kam Hajde parë. nuse lali, na i thuaj. Ora keni parë në Nuse lale? Besoj se keni parë. Jo. Nuk duket as si Unë Nuse. kam parë vetëm Me loto. Comedy Thursday. kapshë divorci. Ky lajm është vetëm për mua, me sa duket. Xhuxhi, Kaq kishin për sot. Xhuxhi që pretendoi se ishte një 30 vjeçar që kandidoi për deputet, Ishte doli popullet. ishte në fakt një fëmijë. Si jo? Xhuxhat kanë prerë në besë. Këtë lajm Denis duhet ta kishim kur kishim dësuar Braçën në emision. Jo për gjë, po nga që politikanëve duhet Se e goditën E shkelmoi fort, ama mira. Jo, ma ja se kemi mik të emision. kemi. Po doli fëmijë, nuk ishte xhuxh. Doli që dëgjove atë, tha. Doli që ishte 13 vjeç. Doli fëmijë me ambicie. Fëmia mi i zgjuar dhe me ambicie. Kur të rritem fat po të bëjmë xhuxh. Më qeu pa. Zot. Bileta e autobusit urban mund të rritet me 30 lekë duke nisur nga qershori. Do shkoj 70 lekë domethënë? E po ishte kështu 700 leka. ishte me këta që paguajnë me kartë. Po. Do në qoftë e paguan biletën me kartë, do bëhet edhe do paguash 700. Ka njerëz që paguajnë me POS. Pensionistët sidomos i Po jashtë ke paguar me kartë ato të autobusit. Po dhe jashtë, edhe brenda si jashtë do bëhet fali di Ramës. Bravo! Bileta abone kartë Mastercard. Çek. PayPal. Bono dhe Sari. Soni Malaj. Se kësë është ajo Soni, nuk bie. Kush e ka? E mo kush e ka? Kush e ka? Sigurisht çant. Sony Ericsson. Po sigurisht çamet e. Soni Malaj reagon pas dronave të Flor Mumajesit. A quhem akoma single? Po ky i ka çuar dron me rezultatin e ndeshjes. Ndeshje të sigur ta me Mumajesi. Dysnjasha me pjetë. Meksika X. Soni zemër, Mexican X. Të me që do, tani, Flori, zoti ma, Flori kështë e quar dron Sonit. A quhem akoma single, tha Soni. Pasi ai çoj Ajo ta droni tha, Se nuk e dinte emrin e vet. Kishte harruar emrin. por e Flori ka qenë me të tërë. Edhe me mua. Edhe me Leon, Flori Muajesi ka qenë dikur me Leon. Na ka kaluar të gjithëve. Na ka hyrë dorë Flori. Dorë dhe gishta. Playback. Hajde. E kape nga që ai ka një Jo, playback. Ai thjesht doni të tregonte, shko tha dronë kam blerë. Rastisën mbi fermë. Fermë e dronave. Po mirë, më Flori, s'ka, Flori në fakt edhe jetë mirë me këto këngëtarët. Po iko shikon në një profesion tjetër. Soni e para njerë do dali nga firma, do lidhet me mua. Vetëm një qytetar del në protest në Librazht. Sa gjuna ishte kjo. Ai pas. Se gjuna ishte Gjuna ishte Cardero, çfarë thua? Ai fiks ai doli më i guximshëm nga të gjithë. Ai ishte qytetari im i preferuar nga Librazhdi, sepse ka patur një të tillë në gjithë historinë, ai është E vërtet. është idolli im. Po puna është që Më shumë se Taulant Ballat, pëlqen më shumë? Taulant Balla është njeri për vërteti. Po edhe në Sarandë tek person kishte dalë. Me vërtet? Jo, në Sarandë ishte ditë e treta. Po duhet shkoj edhe Andi Proda ndoshta. E përshëndesim. Ai shkon, ai del këtu. E bën detyrën si qytetar këtu. Kam parë. Ai Po del nëse aty. edhe në protestë kishte shumë njerëz me ato pankartë, që thoshin Librazhdi nuk ka vetëm një protestues. Po në fakt Në fakt ishte vetëm një. Është vërtet. Si le, nuk i le Taulanti Po plak. tash kështu nga 5 minuta para ishte shumë shiftor. Ure po gruaja ku është? Edhe sa do kjo protesta. Po ishte i vej, ishte i ndarë, pse nuk i bashkohet dikush nga familja? Po ku di unë. Sa thellë u futet, se si erdhi Nëse Flori do me të dronë. ndryshosh qeveri, duhet të ndryshosh shpinën tënde një herë. Po të paten në kontroll shpinën tënde, se si erdhi. Se si erdhi Flori me dron.
Në Libras pra me dronë Soni Malaja. I qon nga do ato. Nuk di ta përdorë me Toni Libras. Le që s'erdhi njeri në protestë. Po jam akoma konfuz. Janë të dy këta, janë të lidhur akoma apo s'janë? Nuk të ta ngasë me dronin edhe. Dhe ta kështë lënë marrë me dronin. Me dashuri nga Tel Avivi. Hajde. Zotit Berisha i hiqet non grata. Unë them hiqet undo. Ta mora. Në fakt ai po shpërbet. Ti hiqet jeta. Nati. Ajsa është një gjysh i dikujt. Dhe baba i dikujt, burri i dikujt. Ua, dhe kjo. Diktatori i disave. Baba i kombit. Baba i kombit. Baba i komedisë. Kush ja hoqi Amerika ja hoqi non gratën. Kush ja hoqi prizën. Flori Mumajefi. Ja që me dronë. Çfarë mendoni për Amerikën që ndroi mendje me sa duket për Berishën? Po që Ameriko... E ka parë që Doli kundër protestës ai. Ike tha si më non grata. e ka parë që shkojnë 90 vjeç. Unë Vajtje. nga Berisha 2 momente kam që do t'i mbaj mend gjithë jetën. E para është që doli që hëngri grushtin. Dhe i dytja që dilte me syze për. Ato janë momentet e tua të preferuara. Imi është kur flet frëngjisht. Po, bravo Mario. Sherzami tout d'abord, je voudrais remercier de cœur. Po kështë e kam thua për mendës. Se po më shkruan Rama, thot a e bët. E bëm. E bëm. Mos hajde fare. Po. Nuk them ta mbyllim atëherë. Hajde, janë. Faleminderit shumë panelistët e mi që ishit shumë të vokal, marrë për zhvishet. Ka ardhur koha? Erdhi koha të zhvishemi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit koleg. Comedy Thursday. Djem pothuajse të talentuar të Comedy Thursday. Faleminderit.